Ky podcast është prodhim I Onovos. Ka disa njerëz që nuk mbahen mend vetëm për medaljet, por për dhe forcën, disiplinën dhe historitë që mbartin. Sot kam përballë një gruaj që në fakt na ka përfaqësuar denjësisht në shumë sfera të saj, por kryesisht njihet për kampione të rëndësishme të atletikës. Besoj se më kaq që e kuptonin shumë mirë por kë bëhet fjalë, por përtej saj unë dua të njoh sot gruan që nuk njihet vetëm për pistën dhe për medaljet e arritura ndër vite, por për Klodi Shalën. Kush është ajo pas pistës së vrapimit? Në fakt, unë prej vitesh e njoh dhe e njoh një vajzë e cila gjithmonë, pothuajse çdo ditë e shikon që është në një maraton të vazhdueshme për të kapur çdo punë të saj në mënyrë që çdo gjë të shkojë perfekte. Klodi, përshëndetje dhe mirë se na erdhe nëpër vete. Është kënaqësi e ime shumë dhe faleminderit për një përmbledhje kaq pozitive që më bëre. Po sepse në fakt ndoshta publiku që po na ndjek sot nuk ka idenë që unë intervistën e parë në Telesport shumë vite përpara, para 25 vitesh themi, e kam bërë me ty, ka qenë një emision dedikuar sportistëve të rinj të asaj kohe, dhe Klodi ti për mua ke qenë idhulli, sepse të shikoja si një vajzë të arritur me gjitha ato medalje, çmime të arritura kudo, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Dhe unë të shikoja si një gazetar profesioniste, isha shumë rrallë, po I gjejmë. Dhe sot ndihem e lumtur që të kam. Në fakt, ftesa mund të kisha ardhur përpara, por e poqa pak a shumë gjithë historinë që ne nuk më ngelatri mua. Sepse, jo, e di sepse ti njihesh për natyrën tënde spontane, por më pëlqeu fakti që të shoh të angazhuar në çdo lloj sfere, por që ka lidhje pikërisht me shëndetin, me mirëqenien. Dhe prandaj në përveten të kam thirrur për këtë gjë. Kush është Klodi tani pas? Ai që di të bëj më mirë. Anën fizike e ke goshtetuar mjaft bukur me anën e ushqimit. Unë kam një gjë të mira të keqe, nuk e di mi fel, bëj gjën që unë di të bëj më mirë. Dhe atë që nuk di ta bëj, e them. Në media dhe kudo, në tavolinë ju mjefni. Kështu mendoj që bëj biznes që quhen tani, se profesioni bashkë me biznesin janë të ndërlidhura bashkë, të jetuar I shëndetshëm, sepse siç e kam thënë në çdo emision dhe gjithmonë në çdo fjali time, unë jam kundra dietave, por gjithmonë kam thënë që jemi të ushqemi mirë dhe të stërvitemi. Të ushqemi mirë 75% e të qenit shëndetshëm dhe 25% jemi ne që stërvitemi. Sepse plake, gjithmonë them që janë motër e vlla të ushqemi mirë dhe të stërvitemi, plakja na vjen nga një krysje siç dihet se si na vjen. Absolutisht do shkojmë në spitale, sepse jemi njerëz të gjallë, do marrim dhe ilaçe, se jemi njerëz të gjallë, por t'i shmangim sa më shumë ato dhe të marrim sa më larg. Të ushqemi mirë, të stërvitemi mirë, të jetojmë shëndetshëm dhe të respektojmë veten tonë. Kjo është ekuacioni im. Mendoj që këto ti ke mësuar dhe me kohën, je formuar, I ke përvetësuar, janë mësime që ndoshta jeta edhe ti ka marrë. Nuk besoj që 20 vite përpara mendoje kështu apo kështu është. Se disiplina atletikës të ka ushtruar deri diku. Unë jam shquar për një disiplinë të frikshme time. Në këtë maj bëj 35 vite punë, kështu që nuk është vetëm teoria, po praktika është një bazë shumë e rëndësishme. Pavarësisht që kam studiuar, nuk kam studiuar vetëm pjesën e sportit, por unë kam studiuar dhe ekonominë, kam mbaruar shkollën ekonomikun. Kështu që jam të ndërtuar bashkë dhe ja ku jam. E the vetë që ke një gërshetim shumë të mirë të pjesës sportive me atë të ekonomisë. Sot domethënë ti njihesh më shumë edhe si një sipërmarrëse? Shpresoj që të ngel këtu dhe unë prandaj dhe emrin e aktiviteteve të mia e kam tek Klodi, siç është Shije Shtëpie dhe tek Klodi Elite Fitness, sepse dua që emri im këto 35 vite që e kam, se unë kam një thënie që them që çdo kush është kampion në profesionin e vet, në çdo lloj profesioni që jemi. Mund të jetë lehtë që të shkojmë ta arrim majat, por shumë e vështirë për ta mbajtur atë. Dhe unë kam 35 vite që shpresoj që kam lënë një emër të mirë dhe dua që ky emër të vazhdoj
jo vetëm në sport, po dhe në bizneset e mia që të vazhdojnë dhe të jem akoma, shpresoj që të jem në maja, siç kam pasur sportin. Historinë e sportit e ke ndritur. Është e vërtet që në shumë aktivitete, në shumë kampionate, ke qenë fituese, po t'i kthehemi momenteve të para të sportit. Kur e kuptove vërtet që nuk ishte një pasion, por të kthye në një profesion? Shumë e vogël. Në fakt, shumë e vogël. Unë kam filluar sportin në 93-shin. Kam marrë pjesë në lojrat olimpike të parat, kanë qenë në Bath të Anglisë. Aty kam dalë 4 në lojrat olimpike, që është një nga rezultatet absolutisht shumë të forta. Dhe që në atë moshë unë kam kuptuar që do luftoj deri ku do shkoj Klodi. Dhe ajo është kuptuar se duke bërë një sakrificë 8 orë në ditë stërvitje, kështu që është të vërtet që se kam bërë vetëm thjesht për medaljet, se kam bërë thjesht vetëm se ishte momenti i fitores edhe. Se fitore kam pasur, absolutisht, por vazhdimësia nga një rekord, nga një rezultat, nga një garë fillova me 800 metra, që dola e 4, pastaj mbas 3 muajsh, mbasi unë kisha filluar stërvitjen, mora medalje, thyva rekord, kapa kategorinë e parë të rriturave që atëherë ka qenë 13 e gjys. E kam filluar 13 e gjys, unë jam shpallur një nga sportistet më të mira, pastaj jam shpallur 10 sportistet më të mira në botë që ka marr bursë ndërkombëtare. Dhe kështu ka vazhduar pastaj komplete curia ime që me vullnet. Në këtë moment mondial, e kuptoje ti suksesin, famën tënde në atë moment? E kuptoja sepse si në çdo profesion ka xhelozi. Kështu që edhe ne në sport, siç keni ju në gazetari, që me zor ta thojnë atë bravon, edhe mua më shikonin pak, edhe pse isha e vogël, 13, 14, 15, me një fjalë kuptoja që më shikoni me një sy që, kjo. Do ta shohim te gara tjetër, po do ta shohim te gara tjetër, dhe unë atë egon time. Ego në fakt vetëm për Klodin. Se mamaja ime më thot gjithmonë që çfarë sportiste je ti që nuk ke një ego. Se unë kam një ego në kam në garë. E kam pas në garë gjithmonë. Ke qenë në garë. Nuk e kam në jetë. Në jetën time ke garuar me ego në pistë. Personale vetëm në pistë. Mami im gjithmonë më thonte që çfarë sportiste je ti që nuk ke ego. Se si mama tona që gjithmonë gocat e tezës janë më të mira. Gjithmonë komshia është më e mirë. Komshia më e mirë. Kjo është më e mirë. Si s'ke ego ti që kjo ka bërë këtë kështu. Dhe unë gjithmonë e thoja, o mam, gjithë secili ka kismetin e vet. Unë jam okej këtu, se ne jemi dhe brezi që nuk i kthenin përgjigje prindërve. Kështu që kur thonte mami diçka, shkoja me medalje në shtëpi dhe mami më thonte, vash, sikur se çka ke bërë ti, medalje ke marrë. Kur u rritën pak dhe mund të ktheja ndonjë përgjigje, i thoja pa arkitektes jam, pallatës bëj. Medalje marrë. Është e vërtet. Dëgjoj, unë sa herë të kam parë në intervista që ka dhënë, ajo që më ka bërë shumë përshtypje, në fakt ka qenë fakti që ti familjen e ke përmendur. Ke gjetur një shtek në mes të intervistës dhe ke dashur patjetër të japësh mamin, siç e përmende, babin që para pak kohësh të la, vllajin që sot të ke një suport në fakt edhe në sipërmarrjet e tua. Dhe kjo më bëhet, domethënë, ndihem edhe unë sigur jam pjesë, sepse ti nuk e ndan kurrë. Është një pjesë që gjithmonë do t'i japësh një vlerë të caktuar të gjithë familjes. Nëse rikthehemi, unë kam një gjë shumë të mirë që unë nuk harroj ku kemi ardhur dhe kur më pyesin nga je, unë them jam kosovare, sepse gjyshi ka qenë tregtar dhe i ardhur dhe ka ngelur kur jam mbyllur kufit. Pavarësisht që babi ka lindur në Tiranë, unë kam lindur në Tiranë dhe flas katunarshe tiranëse. Nuk e ke, është pjesa jote. Kjo është identifikuese, ashtu siç mund të kesh medaljet. Po, kështu që nuk duhet harrojmë kur nga kemi ardhur, si kemi ardhur dhe çfarë kemi bërë në jetë. Unë po mos kisha familjen time, unë nuk do isha Klodi këtu. Nuk do më njifte askush, sepse po të them sakrificat e brezit tim që kemi bërë për sportin dhe për flamurin shqiptar, kur një sportiste kampion e Europe, si unë,
Elis Guri, Diana Mata, Sejt Prizreni dhe shumë sportistë tjerë, Viz Dembo, e shumë të tjerë, kemi bërë për shumë ajon kemi marrë 150.000 lek të vjetra në muaj, kur neve nuk na dilte për me blerë shishe ujë, unë po mos kisha familjen, unë kur nuk do kisha arritur. Nuk do vazhdoja do. Nuk do ta vazhdoja sportin, sepse federatat tona në atë kohë nuk kishin lek që neve të na prenin biletën për të ikur në kampionate botërore dhe europiane. Pse këto e merrte përsipër familje? Absolutisht, unë u servisja një vit dhe një ditë të bukur federata thonte që ne nuk kemi lek, që ju të shkoni. Dhe babi asnjëherë nuk më ka thënë jo. Kështu që babin unë e kam pas mbështetje maksimale, pavarësisht në fillim ka qenë mami, se vitet 93 ishte një tabu që vajzat të dilte me kilota në stadium dhe si gjithmonë kemi qenë dhe vazhdojmë që qa do thot komshiu, qa do thot tezja, qa do thot daja. Babi e kishte problem në fillim, se thonte vajza ime do vazhdoj shkollën dhe nuk do dali me kilota në stadium. Por mbas 3 muajsh, unë kur dola kampione, shkoja me mamin si kur shkonim tek tezja dhe ne shkonim në stadium që u stërviqim. Kur doli pastaj emri Klodiana Bashkim Shala, babi që atë ditë nuk është ndarë më. Ishte në krahun tim, ishte në çdo aktivitet, ishte në çdo autobus, ishte në çdo stadium për krajen dhe unë pa ato nuk do isha askush. Si çdo prind që do bëj për fëmin, por me të vërtet ato kanë bërë një sakrificë dhe nuk më kanë thënë kur jo. Duket ti të kanë mësuar me disa parime një, që edhe pse ty të duken ajo krahasimi që bëni me komshiun me ato, përsëri jemi parimor, ndoshta edhe çështje brezash, që sot si e ndjen veten? Je larg sportit, por edhe afër prap, sepse sipërmarrja që ke deri diku është një teknologji. Larg sportit sepse më kanë larguar. Jo se unë nuk dua. Nuk kam pasur asnjëherë ftesë mbasi unë kam lënë mbas Londrës në 2012-ën, unë s'kam qenë e ftuar kur në asnjë aktivitet fatkeqësisht. Siç e thash në fillim që ka është pjesa e xhelozisë në çdo profesion, po ne të sportit sigur më duket jemi pak më shumë. Dhe nuk kam pasur ftesë, por gjithmonë i kam ndjekur, i kam përkrah në ato mundësitë e mia, çfarë kam pasur mundësi për t'i përkrah. Janë gara kompeticionet e egra, me sa duket. Absolutisht, kështu e konceptojnë. Ti ke tentuar apo janë gjëra që nuk, domethënë, kanë qenë përzierje të tyre dhe Jo, nuk tentoj fare, unë nuk bëj asgjë me zor. Unë kush më fton faleminderit, edhe kësa herë dalë në për programe gjithmonë them faleminderit që jam e ftuar, faleminderit që më jepni mundësinë për të thënë ato vështirësitë apo shumë gjëra tjera, apo ato kënaqësitë, apo ato mesazhe që unë mundem t'jap, kështu që nuk e kam pjesën. Mendoj që ke marrë një drejtim tjetër, që dashë pa dashë po ta bëm në peshore, tashmë të thash, në fillim, jem pak më shumë sipërmarrëse sot. Kam një gjë të mirë që kam bëj çdo gjë veç çfarë dua, këtë e kam prej pjesës së familjes time, që prandaj ato mi kanë plotësuar gjitha dëshirat, mi kanë paguar çdo aktivitet dhe çdo avion dhe çdo mundësi që unë kam pasur, vështirësitë se dihet, jemi një brez, jo vetëm unë, po brezi im, jemi brezi jo i Instagramit, jo i Facebookut. Imagjinotit isha në këtë periudhë? Jo i telefonave, sakrificat të papara, vështirësi pafund, flasim për vitet 93, 94, 95, 97, kur u rëmbenin dhe njerëz, kështu që kemi vështirësi pafund, komplet brezim, dhe prandaj jam për familjen time absolutisht si kam marruar dhe s'do t'ja harroj dhe absolutisht ja di për nder në çdo hap timin që ato më kanë bërë dhe këtu më kanë lënë që të bëj atë çfarë unë kam dashur. Nuk më kanë thënë jo. Babi im ka pasur një besim të frikshëm ndaj meje. Gjithmonë i thoja, bab, bëra këtë gabimin, e kam pas si shok. Edhe më thonte, të kishën babi, po nuk gabove,
nuk mëson. E rëndësishme është që ti e ke kuptuar që është gabim, por nuk ka problem, gabimi të mëson. Dhe më kanë lënë të bëj një fjalë më të mirën për mua, për njerëzit që më kanë rrethuar, dhe biznesin e kam nisur nga zero, kam sjellur tim vlla nga Amerika, si shef kuzhina aty i kam thënë, hajde bëjmë një lloj, nuk do kesh kushtet që ke atje absolutisht, si anën financiare, si çdo gjë dhe profesionale, sepse atje shkollën vete. I kam thënë hajde të bëjmë diçka që unë dua ta bëj, të jetojmë shëndetshëm, të stërvitemi shëndetshëm, dhe pajisjet që kam marrë në palestër janë një nga pajisjet më të fundit. Një nga, këto i bën reklam, jo i bën reklam, se është fjalë reklama tek ne merret pak se paguhet dikush dhe bëhet reklam. Kjo është, janë pis vrapimin dhe një ruloj që Ronaldo e përdor, dhe Ronaldo është një nga njerëzit më të shëndetshëm që nuk është pjesë e reklamës, po i bën gjës që çfarë duhet në të vërtetë për të bërë. Me vështirësi, por me CV-n time me këto pistat me vështirësi, por kur ke një CV të mirë, bota jashtë nuk të shikon një bjonde apo brune, por shikon CV-n, kështu që e bukur kjo. Është me këmbgulje, çdo gjë nëse don, Zoti ta bën mbar, kështu që mbas 2 vitesh, por e mora. E mora, mbas shumë dhe nuk këmbgulje deri në fund që do të merrja këtë gjë. Ku isha hasur ti përpara? Kisha parë te Ronaldo? Unë e kisha parë në Amerikë, e kam parë tek njerëzit që merren shëndetshëm. Kjo që kam futur absolutisht është larg gjilpërave për të jetuar shëndetshëm, sepse çdo gjë kur ti e merr dihet. Unë e them edhe pjesën e sportit, edhe pjesën e aktivitetit. Mund të bëhesh për 1 muaj, 2 muaj, por ajo kur ti bësh sa më shpejt, ikën ashtu sa më shpejt. Kur ti bën një stërvitje afatgjate, ajo mban shumë gjatë. E çfarë është, na i shpjego tamam të pistën tënde? Pista e Klodit do e quaj. Ajo është një pistë vrapimi ecje që ka vakumin dhe infraredin, ka dhe limfodranazhin. Po. Bashkë, dhe është gjëja më e mirë që ti dhe kur ke dëmtime dhe kur je mbi peshë, vakumi të bën që ti sikur je duke vrapuar në ujë. Është pistë vrapimi, po pjesa e vakumit të bën edhe infraredi absolutisht, është e para që është për inflamacionin dhe sikur mos të heqim kile, inflamacion dhe toksina, që është inflamacioni, neve një stres kemi, inflamacioni është në maksimum. Prandaj e kam dashur këtë pjesë, se të gjithë duam të bëjmë biznes. Po unë kam emrin tim dhe kam kaq vite që unë e mbaj emrin tim dhe dua derisa të vdes, uroj që ta kem emrin për të mirë. Patjetër që do e kesh. Kështu që dua një gjë që mos fitojmë 10 lekë, po ti jesh 1 lekë të mbash atë pjesën tjetër dhe të ushqyerit, që kushdo që është tek unë e din që të ushqyerit tek unë është me të vërtetë gjëra organike, jo bio, se bio është fjalë shumë e madhe dhe është problem. Është vështirë se unë dal vetë që në 3-4 mëngjesit i kërkoj dhe i gjej. Ta nisa bisedën në fakt, si është dita jote? E frikshme. E pra se maraton në makja do të vazhdojmë. E frikshme, në fakt është e frikshme. Them shpeshherë, po të më merrni në kamera, të gjithë njerëzit do thënë që është fallca. Sepse nuk besoj se do ta besoj njëri. Zimi 3:30 mëngjesit, shkojo në Elbasana, në Lushnjë, në Kavaj, në orën 6 jam në palestër, po për furnizimet, jo çdo ditë. Në 6 mëngjesit jam çdo ditë në palestër. Iki në drek. Ndjek punën këtej. Ndjek punën te restoranti. Ka raste që laj dhe jenat atje. Shpeshherë shoqëria ime më thot, as të vjet turp, i them unë turp është me vjedh. Me punu nuk është turp. Edhe me i bë keq njeriut. Kthejmë prapë në palestër, iki në shtëpi, kam ndonjë bankat, pagesa, ku e di unë se çfarë, në një furnizim tjetër që mund të jetë mbas dite, dhe mbyllet në orën 9:30 të darkës. 9:30 të darkës, pastaj është një... Qa bën Klodi në 9:30 të darkës? Shkoj direkt e njerë se kam një mace, që e kam gjetur para 4 vitesh mbas vdekjes babit. Unë jam alergjike, por ajo më kthevi... Shkova në fakt për një mikën time që mbledh macet
dhe qenë kafshët e rrugëve që janë të vrara apo ku e diun se çfarë. Shkova për ta ndihmuar atë dhe tipi quhet Macja. Unë nuk i them Mace, po të çuni nënës vet, kështu që Tipi është një mrekulli që them mund të jetë nga të vetmit që më falenderon në jetë, që e kam shpëtuar. Dhe merrem me ata njërë, është një oshi atit që do të lozim qifet e perdje, është si fëmijë. Unë nuk e di se si është ai, pa ai është një mrekulli. Pastaj dushin dhe direkte në krevat, sepse zgjimi është në 3 mëngjesit, është e frikshme. Jeta personale e Klodit. A kemi në një gjë të re o Klodit? Jeta personale imja. Kush don gjen kohën për çdo gjë. Në jetën time unë ndihem jashtëzakonisht shumë e lumtur, jam shumë e kënaqur dhe me ato aq pak veta sa mua më rrethojnë. Jam shumë mirë. Ja shumë mirë. Dukesh Jam shumë mirë. Darkën jam shumë rahat me tipin, me njerëzit e mi dashur, me ato çfarë unë dua. Kam kuptuar në fakt këtë mbas vdekjes babit. Mbas vdekjes babit kam kuptuar që dhe pse mund kemi, duhet ta ngushtojmë atë pjesën, nuk them akoma jo për të ndihmuar, sepse nuk e bëj dot, pavarësisht që babi ma ka lënë pak dhe më ka thënë të keqen babi, mësoje fjalën jo. Por duhet 1, 2, 3 persona të dashur që të bësh një muhabet, të pish një çaj në darkë apo dhe gjatë drekës. Jam okay. Ti okay. Jam okay. Kam vllajin, kam tipin. Kam njerëz të dashur që jam okay. Pika kryesore e shoqërisë. Po nuk dua ta bëj një fjalë se unë dhe tipin nuk kam filluar duke e nxjerrë në Instagram dhe në Facebook. Po pra, mund na japësh një foto ne kur të flasim për tipin? Patjetër do ta jap, se ma marrin po personazh tash. Tipi është personazh, e din gjithë se është personazh, se është me të vërtetë tip. Është maçok. Kam një personalitet të frikshëm dhe them këtë mbas vdekjes babit, më duket sikur është i veshur si mace, po është një mashkull. Kur erdha një ditë në fakt tek shija shtëpia, ajo që më ndjeva aty është përveç se mikpritjes, fakti që ti u ngritë më njëherë, jo për të largë Tiranën, por për të shërbyer. Ti je gjithmonë por aty nuk pa shqiptar që Ja. Dhe ajo që më bëri përshtypje më shumë ishte fakti i prezencës së filipinezëve në ambientin e punës, të cilat vërtet ishin punëtore, siç e njohim. Por më shumë më bëri përshtypje misia dhe mënyra se si trajtohej atje ato. Ne kemi shkuar vetë në migracion. Ne jemi larguar me familjen time në 92-shën. Dhe në 93-shën unë jam kthyer sepse përfaqësova Shqipërinë. Pavarësisht që në Greqi unë dola e para dhe ishin gati duke më bërë pasaportën, kam pas një adetarizëm, prandaj them, ndoshta nga që jam me gjak shqiptare Kosovës dhe kam një adetarizëm të frikshëm për Shqipërinë, me shumë oferta që kam pasur, kam ndetur për Shqipërinë. Dhe ato janë vetëm. Dhe unë nuk i ndaj të shtuna dhe të dielave që ne kemi pushim, pavarësisht që jemi prapë në ambiente për të pastruar dhe kudo që shkoj i marr me vete. Janë të dyja, njëra ka lënë vajzën, tjetra ka lënë bashkëshortin dhe mua më quajnë si shoqen më të ngushtë. Dhe unë në jetë time nuk kam lënë askën në baltë. Kështu që lumë kush bën mirë, opa njerëz nuk mbajmë, keq mos bëjmë dhe unë mundohem që ti ndjem, jam dhe më e madhe në moshë se ato, dhe i bëj që mos të ndjen keq, mos të ndjen mungesën absolutisht që kam për ta ndjerë të njerëzve vetë të afër, po mundohem që mos t'i mungoj gjë, sepse dhe lodhen shumë, dhe vërtet që lodhen shumë. Janë ashtu siç vërtet thuhet që janë shumë punëtore, shumë punëtore dhe lodhen në çdo moment. Ashtu janë, më kuptojnë në sy. Si Ivi, si Çaça, ato i kanë emrat tjerë, po unë i kam vënë emrat Ivy dhe Çers, por unë i bie shkurt. Çaça dhe Ivi. Ja ke personizuar shqiptar. Absolutisht, dhe Çaça më thot, Kloti, kur dal në rrugë, se kuptoj pse më njohin njerëzit. I them, o Çaça, po je në story me mua, prandaj dhe më thrasin gjithë. Mirëmëngjes Çaça. Mirëmëngjes Çaça. Ja, përshëndesim Çaça. Mirë, shpejta, kështu që
Jam punëtore dhe pse mos i vlerësojmë dhe pse mos i majmë afër. Kemi emigruar vetë dhe kemi vetë njerëz vetë emigrant në çdo vend botës, siç është çdo shqiptar në çdo vend botës. E vërtet. Klod, si po duket sporti në këto ditë? Domethënë, si është situata? Me kushtet që janë, është gjynaf që pse mos kemi medalje dhe pse mos kemi sportistë. Në fakt është kthyer, unë shpeshherë kam thënë që po këto ditë kam parë në media që po ndryshon dhe ligji i sponsorizimit dhe shpeshherë kam thënë që duhet ketë sponsora, duhet ketë dashamirësi për pjesën e sportit dhe duhet të marrim copy-paste Kosovën. Se çfarë bëhet, se si investohet që njerëzit afrohen, mos jetë vetëm pjesa e futbollit. Sa do thosha, e vetmi sport që këtu po, sepse ka investuar, është vetëm pjesa ka investuar sepse është pjesa disiplinat e tjera janë e menaxhimit absolutisht. Por këto ditë kam parë një ligj, nuk e kam studiuar, nuk e kam parë, po thjesht kam parë si lajm që do kthehet pjesa, un kam qenë dhe presidentja e gjithë sportistëve shumë vite. Dhe gjithmonë ka qenë zëri im që t'u bënte VKM-ja, këto që sportistët e sotshëm janë nëpër institucionet e Ministria e Mbrojtjes dhe e Rendit, është një nga pikat e mia që un kam pas ngretur shumë vite më përpara, sepse thoja sakrificën që bëjnë sportistët kur dalin, nuk mund të dalin në pension 60 vjeç, sepse unë e kam lënë 33 vjeç sportin. Dhe nuk kam pasur asnjë ditë sigurimesh nga shteti shqiptar dhe kam filluar mbas 33 vitesh kur un kam hapur biznesin tim. Dhe mu mbjet dalë 80 vjeç tash në pension. Duhet paguar. Domethënë gjithë kjo sakrificë të shpërblehet. Të gjithë brezim. I gjithë brezim është në këtë situatën time. I gjithë brezim, jo vetëm unë, i gjithë brezim dhe prandaj kam ngulur që sportistët të kenë një VKM, të kenë një pension, të kenë një rrok që sepse do jetojnë. Mundi tyre mbasi të linë sportin. Ka pasur përmirësime, nuk mund të them që nuk ka pasur përmirësime kushtesh, po përmirësime anës financiare, absolutisht që po, por shpresoj që të bëhen, e rëndësishme është të bëhen të gjithë grup për të mirën e këtij komitetit. Nëse bëhen të gjithë grup për të mirën e këtij komitetit, të lejnë X-in Y-in, të marrin të gjithë, se nuk do nxjerrë asnjë nga xhepi vet, por vetë shteti duhet të mendojë dhe të nxjerrë dhe të bëjë një siç janë duke e bërë, shpresoj që ta përfundojnë, sepse kanë bërë një sakrificë, të gjithë sportistët bëjnë sakrificë. Dhe ato lekë, pse jo, mos t'i meritojnë. Jo, është e vërtetë ajo. Por shoh, thash në fillim, domethënë që pjesa që më shumë reklamohet pjesa e futbollit. Sepse ka ditur presidenti ta menaxhojë dhe ka ditur të financojë dhe ka ditur të bëjë me të vërtet punën, siç po i shikojmë që ka fusha pafund për futbollin, sepse ka investuar federata për këtë pjesë. Kthehemi ndonjëherë te pista e Klodit. Te pista që besoj që një pjesë shumë e rëndësishme aty është edhe për të gjitha gratë që kalojnë menopauzë. Ajo është e nevojshme, çfarë benefitesh mund të kenë nga kjo? Nëse vure re që fjalia ime ishte një nga fjalët është të respektojmë veten, dhe kjo është gjëja më e bukur që duhet të bëjmë të gjithë, sepse menopauzën e kanë gratë dhe duhet të jenë bashkë, burrë dhe grua për të bërë aktivitetin sportiv. Që të kalojnë, se siç thash dhe pjesën e spitaleve që të gjithë do t'i prekin, duam absolutisht. Tjetë e mundur, po. Dhe gjëja më e mirë që është aktiviteti sportiv. Aktiviteti nuk do me thonë që neve jo të gjithë mundemi të ikim në palestra, por ne mundemi të bëjmë aktivitet, duke lënë ashensorin, duke lënë makinën, duke bërë kërcime ose kërcime militar ose kërcime duke vënë muzikë, burë gru, baba me fëmijët, mamaja me fëmijët. Kjo është pjesë e aktivitetit që t'i vej 20 minuta në ditë aktivitet duke bërë ushtrime, duke ndetur në divan, te krevati, te tapeti, është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme pjesa e menopauzës, që të gjithë gratë ta kenë sa më të lehtë pjesa e menopauzës që është e frikshme. Kështu që ti besoj se në para menopauzë? Mos ta bëjmë me moshëm. Me moshë. Po unë vazhdoj e qeshur se shqyr Zotit ja marr me sport. E marr me sport. Ja marr me sport dhe sa më lehtë. Është absolutisht shumë e frikshme, prandaj është të ushqyerit, gjithmonë e them janë motër e vëlla.
të të ushqyerit mirë dhe të bërit aktivitet të kaluarit sa më këndshëm pjesën e çdo faze që neve kalojmë në jetë. Të ushqyerit mirë, të bërit aktivitet, muzika, dalja, ajri pastër, jeshilliku dhe çdo gjë është perfekt. Ti je në kontakt të vazhdueshëm me gjithë klientët? Më tepër po. Ka, domethënë, sensibilizim të kësaj? Absolutisht po. Ka një sensibilizim, e shikoj që vajzat, gratë mbi 35 vjeç, 40 vjeç, sepse mbasi kalojmë 30-a dihet që hormonet neve na ndryshojnë dhe që atëherë ne duhet të fillojmë pjesën e të menduarit për veten tonë, ka sensibilizim. Shqyr Zotit, unë aty ku jam në ambientin tim, përveç sensibilizimit dhe kur i shikojnë që ka dhe rezultate dhe mua më vjen, kjo është kënaqësia më e madhe ime që kam rezultatet dhe vinë me qejf dhe ndjehen jashtëzakonisht shumë mirë, i shtohet dhe imuniteti, i shtohet dhe dëshira për të jetuar dhe kjo është harmonia që ti bën në trupit dhe mendjes. Në fakt ajo që thua ti pista aty, duke sigur e heq pak atë pjesën e disiplinës dhe që duhet bërë normalisht me aktivitet fizik. Por pak a shumë është një aktivitet fizik, por i kryer në një kohë më të shkurtër se sa normalja? Ajo është gjyshja ime rreth më pas kur shikote diçka të bukur. Diçka të mirë thonte e ka bë kauri një gjë të mirë. Dhe kjo është një gjë që shkenca po ecën. Neve na pëlqen, nuk na pëlqen. Na pëlqen telefoni, duam, s'duam, ndrojmë telefonat sepse ka një teknologji më të mirë. Avancuar, po. Absolutisht që po. Dhe kjo është një pjesë që siç është pista vrapimi, se ti vetë bën atë mrekulli, ti vetë ecën aty. Por ka një kohë të shkurtër, sepse si që jemi stresi është shtuar. Koha, absolutisht e kemi sa më të shkurtër gjëra. Dhe kjo ka mbi 30 minuta që ti bën tek ajo pistë, ti harxhon mbi 1200 kalori. Dhe kjo është jeta që neve të harxhojmë mbi 1000 sa kalori. Dhe 1400, 1700 ose 2100 varet nga organizmi harxhojmë vetë dhe ti ke një deficit. Dhe kjo është që të jetojmë shëndetshëm. Unë shpeshherë kam thënë, duhet edhe gjalpi, duhet edhe veza, duhet edhe djathi, duhet edhe mishi. S'ke qenë asnjë për ndonjë dietë? Asnjë nuk jam për dietë, gjithmonë jam për regjim ushqimor, me karar çdo gjë dhe sepse truri ushqet me yndyrë. Nuk mundemi ne t'i presim çdo gjë, por do hajmë me karar. Do bëjmë aktivitetin në kohë të shkurtuar, shikojmë që çdo gjë shkon perfekt, dhe muskujt bashkë me atë, sepse ka gjën e mirë që bëhet, harxhojmë dhe kalorit dhe bëjmë dhe muskuj, dhe kjo është gjëja më e mirë që neve i bëjmë trupit ton, mendjes ton, familjes ton, njerëzve ton që i kemi që të ndjehemi sa më të lumtur. Po mirë me veten, sigurisht që të ndihesh mirë me absolutisht, sepse kjo është edhe reflekton atë. Kjo ka qenë i gjithë ekuacioni im që unë kam dashur për të arritur të dyja. Të dyja bizneset e mia e kam sepse thash, të gjithë duan të bëjnë biznes. Mendon se kemi biznes të tretë? Nuk e di, unë vazhdoj, kërkoj, ndije mirë, një gjë që është që e shikoj që kam dhe një shoqëri të mirë që më japin mendime të mira, kështu që mos të lënë Zoti pa shoqëri. E vërtet është. Pa një shoqëri të mirë, mos të lënë Zoti pa një shoqëri të mirë. Unë kam një shoqëri shumë të mirë, i kam pozitiv, më japin gjithmonë kurajo dhe e din që unë do bëj diçka që për të mirë. Pastaj, si çfarë kemi, duhet të jetë dhe fati. Po, është çështje fati. Fati është ajo shpreha. Fati duhet të bësh hizmetin. Absolutisht duhet të bëjmë hizmetin, por është dhe fati është një nga pikat kryesore. Tani, unë dua të bëj një pyetje. Pse mendon ti që vërtet të duan kaq shumë njerëz dhe kaq popullore? Pse mendon ti? Presoj që më duan. E ndjej që të duan. Ti më jep mirë, ma njeh dhe shoqërinë dhe unë jam vetvetja, unë kam një gjë që unë vetë personalisht nuk dua të ma thot njëri sa e bukur je apo sa e mirë je. Unë dua të më pranon komplimentet ti? Shumë rrallë, nuk është se kur ma thënë se jemi rit, jemi ai brezi që po varet për çfarë po ma thotë. Jo, jemi edhe ai brezi që mama tona nuk është se na e kanë ushqyer shumë këtë pjesën që sa e bukur je ose sa e zgjuar je, si gjithmonë kanë qenë një çik mos ta kemi atë që unë jam më e mira, që mendje madhësia. Kështu që duhet ajo e imja është
të jem vetvetja, t'i them të vërtetën, të jem aty në momentin që ka nevojë, sepse njeriu duhet e do njeriu e mirë në momente të vështira dhe t'japi dhe negative. Aty ku është për t'i thënë që nuk është e mirë për t'u bërë kjo gjë. Mësimi i babit. Thua jo. Absolutisht që po. Absolutisht që po. Kështu që unë personalisht ke dhënë më shumë dashuri apo ke marrë më shumë? Kam dhënë pafund. Kohët e fundit kam marrë. Kam dhënë pafund. Kohët e fundit kam marrë dashuri. Ndoshta e kuptoj më mirë ose ndoshta nuk e di, por unë kështu e mendoj që kam dhënë pafund dashuri, ndoshta s'kam ditur për ta balancuar. Tani sikur më marrin më përkëdhelin më shumë. Nuk po përkëdhel, më përkëdhelin. Të pëlqen kjo mosha në cilën je? Absolutisht që po. Është varet si e menaxhon, varet si e shikon, varet si e bën, varet se më kërin. Më pëlqen çdo gjë që bëj. Ajo që unë gjej, sigurisht dhe ti do gjesh ndryshimet e mua pas 20 ca vite që jemi, por unë gjej një në Shqipëri gjithmonë kjo gruaja duket sigurisht e rritur shumë, por gjej vërtet një femër të pjekur, të arrirë aty ku duhet dhe që në fund ditës menaxhon veten si çdo. Absolutisht, por kjo është gjëja më e mirë. Mos të bëjmë asnjë gjë me zor, të jemi vetvetja, mos t'i bëjmë keq njeriu dhe të ecim përpara, shkojmë nuk shkojmë, e provojmë. Kështu që kjo është gjë, kurse ti je po njësoj si para 20 sa vite. Me atë elegancën tënde, me atë qytetarinë tënde, kështu që faleminderit Klodi, faleminderit shumë. Unë të përgëzoj për gjithë të suksese që ka arritur, sepse nuk janë vetëm ato medaljet që ti besoj se do ta kesh të mbushur shtëpinë, jam kurioze ta di. Me thënë të drejtën, më kanë humbur një 200 e sa medalje, kështu që fatkeqësisht edhe shumë diploma. Jo se nuk i keti, dhe nuk i di njëri që i ke ato medalje, puna është i kishe dhe ishin ruajtur. Duhet ishin, po, fatkeqësisht jo të gjithë njerëzit janë të mirë dhe aty kam bërë një dëm. Ma vika shumë keq sepse është historiku të jetës. Është pjesa më e rëndësishme, po gjithsesi janë në memorien e çdo shqiptari që të kanë ndjekur gjatë gjithë rrugtimit tënd si sportiste. Faleminderit shumë edhe shumë. Neve kemi gjithmonë pjesën e fundit, kemi dhuratën nga Onovo, që janë produkte organike, në fakt. Po, i parë sa po hyra dhe ishte një ambient tjerë. E parë studiove shumë mirë. Ishte një ambient shumë i këndshëm, ishte e kuruar perfekt. Bravo zonjës, sepse e njofta dhe zonjën, bravo zonjës për çdo gjë dhe komoditeti i kishte dhënë të gjithë punonjësve vetë. Kjo është e vërtetë. Luma ata që punojnë këtu. Luma ata sepse jep akoma më shumë kënaqësi procesit punës. Si një person kur punon vetë me shpirt, e din që duhet t'i japi komunitetin edhe njerëzve që punojnë sepse i quan pjesë të vetës. Kjo është një pjesë e vizionit të Onovos, kështu që prandaj jemi këtu për të krijuar komunitet jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Kryesorja. Faleminderit që na ndoqët dhe do rishihemi sërish në episodin e radhës.